Është kryer në Korçë fronëzimi i hirësisë së tij mitropolitit të Korçës Anastasit në katedralen e Ngjalljes së Krishtit. Ceremonia u zhvillua në orën 11 në prani të kryepiskopit Joan, antarëve të sinodit të shenjtë, autoriteteve vendore, klerikëve dhe një numri të madh besimtarësh që mbushën përplot katedralen. Mitropoliti Anastas u zgjodh unanimisht me 16 shtator nga sinodi i shenjtë i Kishës Ortodokse autoqefale të Shqipërisë, ndërsa deri në këtë emërim ai shërbente si episkop i Krujës. Në fjalën e tij, mitropoliti i ri shprehu mirënjohje ndaj Perëndisë për përgjegjësinë e re, duke theksuar se fronëzimi nuk është akt i thjesht njerëzor, por ngjarje e Kishës. Duke ju drejtuar besimtarëve, ai theksoi se vjen mes tyre jo për të marrë, por për të shërbyer, duke vënë në dukje rëndësinë e unitetit, bashkëpunimit dhe përballjes me sfidat e kohës. Kisha duhet jetë si një spital shpirtëror, ku të gjithë gjejmë shërim, si një shtëpi ku të gjithë ndihen të pranuar dhe si një shkollë ku mësohet e vërteta, tha hirësia e tij. Ai falenderoi gjithashtu kryepiskopin Anastas, si ringritës të Kishës së Shqipërisë, dhe kryepiskopin Joan për vizionin dhe vazhdimin e veprës shpirtërore. Sot ndodhem përpara Perëndisë dhe përpara jush me një ndjenjë të papërshkrueshme falënderimi dhe mirënjohje. Çdo fronëzim nuk është kur një akt i thjesht njerëzor, ai është ngjarje e Kishës, një gur i ri vendosur në tempullin e gjallë të trupit të Krishtit. Shën Joan Gojarti na ndërgjegjëson për peshën e madhe të shërbimit ton, kur kujton se mbi supet e episkopit rëndon bara e shpirtrave, përgjegjësi e shenjtë që e lidh ngushtësisht me kryqëzimin e dashurisë baritore. Në përshëndetjen e tij, kryepiskopi Joani vlerësoi kontributin e mitropolitit të ri në administrimin kishtar dhe rolin e tij në institucionet arsimore kishtare. Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon, sepse pa Krishtin nuk mund të bëjmë dot asgjë. Nuk je vetëm. Pastaj qëndron e gjithë kisha jonë, sinodi i shenjtë, klerikët e nderuar dhe qindra mijë besimtarë që do të luten për ty. Kindërmend gjithmonë se të çdon hiri i Perëndisë, dhe Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por frymë force, dashurie dhe urtësie. Anastas Mamaj, i lindur në Vlorë në vitin 1979, ka një formim të gjerë akademik dhe përvojë në shërbesën kishtare, që nga hirotonia e tij si prift në vitin 2019.